Përgjigja me të njëjtin karar të asaj që po bën VMRO nga partitë politike shqiptare do të thotë t'jesh pjesë e një skenari për të penguar krijimin e institucioneve të reja dhe shumicën e re parlamentare. Ne nuk duhet bëhemi pjesë e atij skenari, nuk duhet ta ndihmojmë në asnjë mënyrë. BDI po përdor gjitha instrumentet për të lehtësuar formimin e institucioneve të reja. Do t'i shfrytëzojmë institucionet, mendojmë që është mënyra më e mirë me dialog politik të vim deri te institucionet e reja, qeveri reformuese e cila do të realizon këtë platformë politike. Dialog politik mes kujt dhe kujt, zotri Osmani? Mes të gjithëve, të cilët janë pjesë e procesit. VMRO për momentin është pjesë e problemit dhe natyrisht se duhet bisedohet edhe me ata për të dalë nga ky ngërç politik. Duhet apo po bisedoni me ta? Sepse duhet është e dëshirueshme, nuk është veprim. BDI nuk ka asnjë komunikim me VMRO DPMNE përveç ato takimet rastësishme në parlament ndërmjet deputetëve që edhe ju i shihni edhe qytetarët, mirëpo nuk ka asnjë komunikim. Ne komunikojmë me LSDM dhe me partitë të cilat janë pjesë e shumicës, mirëpo mendojmë se në të ardhmen do duhet gjehet një mënyrë për të bërë edhe VMRO-n pjesë e zgjedhjes, për shkak se i qartë është vullneti i shumicës parlamentare, i shumicës e qytetarëve dhe nuk duhet ketë epilog tjetër përveç krijimit të institucioneve tjera. Çdo ofertë tjetër mund vetëm të jetë ndihmës e pengimit të krijimit të institucioneve.